SPAK dhe BKH nisën mëngjesin e së martës një aksion që synon goditjen e korrupsionit mbi tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, institucionit që administron sistemet, të dhënat dhe kontratat e teknologjisë për një pjesë të madhe të administratës. Gjykata e posaçme ka caktuar masë sigurie për drejtuesen e Akshit, Mirlinda Karçanaj, në masën arrest në shtëpi, ndërsa masa arrest me burg janë caktuar për dy biznesmenët, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj, të cilët raportohen se nuk janë gjetur gjatë kontrolleve dhe mbeten në kërkim. Dyshimet janë se Ergys Agasi ishte njoftuar më parë për operacionin e urdhëruar nga SPAK dhe është radisur jashtë vendit. Ergys Agasi është djali i ish-deputetit socialist Bardhyl Agasi. Ky i fundit ishte sekretari i Partisë Socialiste në kohën kur kjo forcë politike drejtohej nga Fatos Nano. Pavarësisht se Jati ishte socialist, në skenën politike Agasi u fut nga LSI-ja e drejtuar nga Ilir Meta. Gjatë kohës që ishte në krye të inspektoriatit të mjedisit, Agasi duket se ka krijuar lidhje të forta miqësie me Alçi Bllakon. Agasi dha dorëheqjen nga posti në shtator të vitit 2017, kur koalicioni me PS dhe LSI ishte prishur. Agasi doli disi në sipërfaqe për shkak të akuzës së bërë nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj pak kohë më parë. Ky i fundit në një drek mes mish e cilësonte Agasi si ndërmjetësin e kryeministrit Rama me mafian dhe trafikantët e drogës. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.